Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi të kanë Allahut Azza wa Jalla, e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe e ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë poshtë jemi duke folur për 40 hadithet e Imam Neveviut. 40 hadithet e Imam Neveviut dhe jemi tek hadithi i dytë. Jemi tek hadithi i dytë dhe kë quhet hadithi i Gjibrilit. E nisëm pak herën e kaluar dhe veç po e vazhdojna me do replika të vogla krejt, do shtesa të vogla, sqarime të vogla, për shkak se ju kam pas tregu edhe herën e kaluar se hadithi i Gjibrilit është aq i madh sa që me nis me zbërthy fjalë për fjalë hadithin e Gjibrilit, ndoshta i marr mbi 1 vjet ose 1 vjet. Mundet mi marrë që të veç me spjegu një hadith. Mi po përpisna pak sa ma shkurt, me dalë prej hadithit të dytë, e me dalë të tretin, për shkak se ato janë libre ku anin 20 hadithe, 40 hadithe. E ato në fakt janë 22 ose 23. E tash deri sa t'i kryna ketë me zbërtimet të mdoja, atëherë shkojnë vitet e tëra pa e kry këtë libër, ndërsa në fakt planet kena për shumë libra për mu kry këtë, nuk është veç kjo, tani mesin shumë librat e tjera pa i prekeq. E kjo është te hadithi i dytë, thamë që vike prej Omerit, transmetoi Imam Muslimi. Edhe Omeri tha, erdhi një njeri me flokë të zeza dhe shumë të zeza dhe tesha të bardha, shumë të bardha, nuk ju dike gjurmet e udhëtimit të tij, nuk u dike ka ardha njeri. Edhe i thanë, ai po pyet për pejgamberin alayhis salatu wassalam se ku është pejgamberi. E drejtohen tek pejgamberi alayhis salam dhe njerëzit ishin rrethuar rreth pejgamberit, sahabët ishin rrethuar rreth tij në xhaminë e tij. Dhe erdhi edhe i tha ja Muhammed, o Muhammed, dhe tregotëm herën e kaluar se vetë fjala kur tha ja Muhammed është pak me tingëllu jo bash mirë, për shkak se Allahu i ka shërtuar sahabët që pejgamberin ton mos me thirr me emrin Muhammed. Ai kështu e thiri. I tha akhbirni anil islam. A ka mundësi mu ma tërgu se çka është islami? Alim selam. A ka mundësi mu më tërgu se çka është islami? Çka quhet islam? Pejgamberi alayhi as-salatu was-salam i tha se islam është an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, me dëshmu se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jalla. Dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Dhe kur kemi folna pak për këto, ose pegrohi hadithit, shkak se veç për këtë fjalën e parë nashta duhet patjetër me mojt disa naja këtu veç për fjalën e parë, se është shumë e rëndësishme. Mi po vetëm se shkurtimisht i tha, Islam është me thonë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut azza wa jall, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Tjetër tha çka është? Tha Islam është, unë tash me kapak shtesat vogla të mia. Tha tjetër tha është me fol namazin. Dhe me fol namazin e përmendëm herën e kaluar se është për qëllim 5 vakte në ditë. Është për qëllim me i fol 5 vakte në ditë. Këto janë obligim, si sabahu, dreka, ikindia, akshami dhe jasia, farzet e këtyre vakteve janë obligim. Ndërsa, jashtë në obligimit ka edhe sunnete. Pa Allah ka bo, përmes pejgamberit sa ka bo lesim, sunnetet e namazeve, sunnetet që janë, nuk i ki obligim. Por, pse se ki obligim, nuk do të që me laun. Po është sunnet i pejgamberit a.s. që nëse i kryn këtu sunnetet, që tha pejgamberi a.s. me një hadith, të vërtet, ta kush i fol 12 recate sunnet, i garantohet një shtëpi në xhennet, pra pas vlerë të madhe. Pastaj ka kanor sunete para forzeve, ka sunete pas forzeve. Dietarët kur i kanë zbërthy për shembull çfarë dobi e kanë
përveç shpërblimeve, pse para forzit dhe mas forzit, kanë thonë se kjo para forzit është me të pregadit ty për farz. Edhe nëse në njënët i ka rastis për juve, hynë me një namaz direkt në farz. E vren vetën e ti sa është i përqendruar, sa i koment namaz, kretë e vren duke e dalën vetën e ti që këtë namaz, me një namaz tjetër që e folë sunetin fillim tani janis forzit. Në një prej arsyeve, ose prej urtësive, që ka bon sunet për para, e që nuk është tash obligim, po shpërblimi madh, që me të pregadit për farz. Po aja mrapa forzit, është me ti rregullu mangësit që ka pos mundësi me i postin farz. Me ti rregullu. E para me të pregadit, mrapa forzit, sunetet me ti rregullu. Atë shumë me ti rregullu, sa që në ditën e gjykimit, është orë në hadith, të vërtet, është orë që në ditën e gjykimit, Allah Azza wa Jalla i thot melekëve, se kështu në robi im, a i ka forzet në rregull. Nëse i ka në rregull, thot mirë. Nëse si ka në rregull, nëse si ka thot robi jam, thot Allahu melekëve, nëse si ka forzet në rregull, këshur merr njani në një prej nafileve suneteve, edhe rregullon njani forzet e tij. Dhe rregullon njani forzet e tij. A e vreni sa është e rëndësishme? Dhe puna e rregullimit është zgjeruesi temë mesin e dietarëve se çka ka për qëllim, krejt nuk pekon se veç persona është duhet një para veç këtu, vetëm se konkluza që kanë punë shumë dietar kanë thonë rregullim është që kjo edhe jo veç nëse se ke fol mirë. Jo për shkak që ke fol drejtën po s'ke qenë shumë i përqendruar, e ke fol drejtën se ka dhënë hakun ruku, sejdës, jo veç kaq. Por kanë thonë edhe nëse e ki mongi krejt në namaz, këtu synetet me ta zavendësu, kështu kanë po volumtim shumë prej dietarëve. Pro këtë e kelon namaz, veç pse kelon namaz, Allah na fot me lon zban hiç, po bie fjala dhe ky syneti ta zavendëson edhe lonjën çka e ke bon. Por këtu janë Xhibrilit ja kthej pejgamberi alayhis salam me thon shahadetën është Islam, me fol namazin është Islam. Tjetër me agjeru muajin e Ramazanit është Islam. Dhe kena tregu që edhe agjerimi, si agjerim, ka obligim dhe ka ju obligim, ka sunnet, ka nafile. Këtu dohen me kategorinë lëndën e jurisprudencës. Për shembull, ka farz është muaji i Ramazanit. Dhe ka disa forzet të tjera, po apet nuk është tema për mos zgjeru këtë. Se janë disa forzet të tjera kur të bëhen farz, se ke pos farz, po jam bë të shkelje do diçka do lëshime, atë të bëhet farz agjerimi, por ato mbeten tjera. Ndërsa temë tjetër. Dhe këtu janë ka edhe sunnet. Ka sunnet për shkak me agjeru ditën e hëndët të ajta është sunnet i pejgamberit alayhi as-salatu was-salam. Është problemi i madh, dhe që atu. Ka ditë për shkak përveç këtyne ditë të bardha, i thonë ditë të bardha të muajit, janë 3 ditë të bardha, e që pejgamberi ka porositur shok të vet, i ka thonë du shumë, mirë po qitu me sile, me që po du shumë po ta jep një këshill, ditët e bardha më sile pa i agjeru. Dhe sunetet e tjera, ka dhe nafile i bjen vullnetare. Vullnetare është veç as nuk kam, nuk për njeki tonë tajte, veç po du që dhe e mërkure. Veç po du të mërkuren, sot jam disponim, edhe inshallah pa janisi agjerim. Bile, çka është interesantja tek sunetet, çka është këtu nafilet, çka është interesantja se dhe e mira dhe lehtësimi, shtesa, që për shembull, se ke po plan me agjeru, se ke po plan me agjeru nesër. Por kur u qove, kene shumë notën, ke folë savoj normal, edhe kene shumë, po ta dosh me flet ma savoj, pezon. Edhe kur je quvë, 10, 11, 12, ses nuk i oreks për buk. Në nafile, bëhet edhe këtë tolerim, tek shumica djetarëve. Ka pak shkelje, të në mesin e djetarëve, por tek shumica është shtë. Që kanë 10-11 kur quhësh, thua dhe qa, kështu në s'këk na interesun për buk, s'pëni etjas, untjas, kur gjo, sot për banjet me agjeru. Edhe pse 10-11 haji, por kur është nafile, ka tolerim dhe llogaritë ditë e plotë. A pa vreni se sa, lecim të ti me marrë shpërblimin. Allah të dënë, si musliman në veçanti, Allah dënë që ti me marrë shpërblim, ta ka dhonë këtë derë të hapur. Këtu janë pra agjerimi. Gjibrili i tha pejgamberit a selam,
me agjeru. Muajin e Ramazan. Muaji i Ramazanit është obligim për ata që kanë mundësit. Me bo me ko i smut fort, i smut, atëherë bjen agjerimi, por duhet kefareti. Me bo me ko smuja e cila është, po tham, e pasherueshme. Ka njone, ka një smujt pasherueshme. Atëherë duhet me me bo kefaret. Me ushqyt të tjerë për çfarë ditë sot i len. Ndërsa kjo është muaji thashë i Ramazanit, po të më shkurtu se me i tash ato. Edhe tjetra i tha Xhibrili, i tha më shku në haxh. Në haxh është, i tha Xhibrilit, më shku në haxh është me vizitu me bë haxhin, këtë rrugë në shtyllë, që tash i ka bili tash është afru ditët për me shku në haxh. Edhe është problem i madh. Një herë në jetë për ata që kanë mundësi, si mundësin financiare, si mundësin shëndetësore, e kanë obligim njëherë një jetë me shku. E kanë obligim njëherë një jetë me shku, financiare shëndetësore, dhe të kë gruja hen edhe me posë di kanë tafrën për të sajnë e mësë me shku vetë. Këto janë obligim, bëhet obligim. Mi po vizita qopës, ka do umre. 12 hebe kanë tonë edhe umre, është obligim. Umre, vizit, enkas, nuk është me krejt ato kriteret që ka haxhi, e vëgel, vetëm se edhe kja ka është obligim se pas 12 heve. Dy kanë tonë së është obligim, po është sunet i fort. Por edhe kjo është vizit e qopës. E që nashta me to drejten, kishte me qenë ma e preferuar, që mas pari me bo një vizit qopës me kryu umren, tani me shku në haxh. Mu pregadit një tërë, se me umre pregaditesh një tërë para haxhit. Kështu i tha, Xhibrili ja kthej, i tha sa dakte, të vërtetën e the. Tha Omeri, na u çuditëm. Një njeri i panjoftur, një njeri që e pyet pejgamberin direkt o Muhammed, që kishte çudi tjetër, një njeri i cili i drejtohet dhe vjen për me pyet, dhe pyet si zakonisht me që po të pyet, aludon që ai s'po din, edhe në fund m'ja saksu përgjigjen, me thot saktën e the. Kjo më njëherë na boni neve mu çudit. Tha ka mundësi tha më tregu çka është imani. Unë kallëzova çka është Islami, ka pak shtesa për bajnë hadith. Hadithin është lehtë edhe për të lezu. Tha më tregova çka është Islami. A ka mundësi tash më tregu se çka është imani, çka është me besu, me posë iman. Edhe shok të pejgamberit ishin normal rrethin edhe që ishin skenën, çka po bëhet. Çka po pyetsi, bili ka posë, po çudosht. Ka posë raste që sahabët kanë thonë kur ka ardhur në njëri që s'është orë prej fshatrave, ose prej fshatrave më në veçanti. Thët na jemi gëzu, se neve pak na ka ardhur marrë, jemi turpëru, nashta me pyet pejgamberin për disa çështje mesele. E kur ka ardhur një i fshatrave të thella, thët ati s'ja ka një. Më në heka, qka o që kjo? Edhe nëse pyetja ka qenë pak kritike edhe pak e marshme, dhe më thonë, i ka pos atë që mu kush një tru këtë apet atë pyetje, thët mi pa i fshatori thellë se ka pos dertë. Edhe thët, na u gëzeshmi kur vik, thët u gëzeshmi kur vike një qasi që tashti na me përfitu prej pyetjes e ti. Edhe nga këtu kur bili ka pos a sahabi që e ka pos të loshe, hajde për shkot për tham, e ka pos të loshe, si ju ka afru të shoqës vetë, nuk ka orde i tek as mardhonja, as ato, vetëm pse një medje i thuj një farë longi diçka, pse ai është pastru. Edhe ka ardhur morës, disa i ka zgotë që është gjithë të u pastru pa pos nevojë. Vetë pse u ka afru ofër, me ndjenjë kështu. Edhe tashti i ka ardhur morë me pyet pejgamberin, e ka thënë dikan hapë shkëpyet e pejgamberin. Pra në këtë rast sahabit ishin të interesuar se çka po pyetsi, edhe pyetsi i tha, pyetjen e dytë, tha a ka mundësi më tregu se çka është imani, me pos iman, me pos besim, çka i bën. Pejgamberi alayhi as-salatu was-salam ja kthej dhe i tha el-imanu an tu'mina billahi. E para tha iman është me besu Allahun. Me besu Allahun i bën, me besu që Allahu është një. Allah është një. Dhe interesant që edhe në këtë emër është i vetëm Allah Azza wa Jall. S'ka në kush që emërohet me emrin Allah. S'ka. Tha me besu që Allah është një, me besu që Allah është një i bjen. Me besu që Allah është një, që është i pa fillim. Fillim ke monete, ka gjësia,
kanë meleket, kanë e gjenet, shejtanët. Ka shpirti, fillim, xheneti ka fillim, xhehenami ka fillim. Edhe pse xheneti e xhehenami kanë fillim, po s'kan barim. Domethënë, kanë fillim, bota krejt që ka fillim. Ajri si ajr, ka fillim. Kuha, s'po kam ku. Kuha si ku ka fillim. Allahu Azza wa Jall, i lartë madhëreshmi është pa fillim. Dhe kanë barim, veç Allahu është i pa mbarim. Mbarim, Allahu disa sene dhe i ka kriju me fillim dhe pa mbarim. Sa për informim? Shkurt pibi. Disa i ka kriju me fillim dhe pa mbarim. Shpirti jëtë dhe jami e kanë fillimin, por se kanë barimin. Trupi jëtë e ka fillimin, ndryshon i vje fundin barimin, por i këthejet apet, nashta kjo del piksojna. Gjeneti ka fillim, s'ka mbarim. Gjehenami ka fillim, mbarim kur s'ka. E qartë? Arë shifruni Allah, ka fillim, s'ka mbarim. Dhe disa gjëra që Allah Azza wa Jall i ka kriju me fillim, por s'kan mbarim. Dikush ka thonë dhe me leket, por e kom pas kallëzu që thonë që nuk është ma e sakta. E drejni, Allah është pa fillim, pa mbarim. S'ka bob, aj. Nuk është sikur që njifet në ruzullin të këso për disa njerëzve. S'ka babo, Allah Azza wa Jall. Por as s'ka nën, por as nuk ka fëmi, por as nuk e kop kutja kur Allahu Azza wa Jall. Allah nuk flen kur, Allah nuk lodhet kur. Dhe thash Allahu pa mbarim. Kjo i tha e para me besu Allahun. Dhe cilat vinë pas asoj në përgjigjen e dytë të pejgamberit që dha Xhibrilit e vazhdojnë herën e ardhshme për shkak se minutat shkuan. Lusmi Allahun të na fort në mëshirën. E lusmi Allahun Azza wa Jall xhenet me pejgamberët të na dakon aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.